Ku është presidenti, zëvendës presidenti i Amerikës shisi zhveshur. Presidenti i Amerikës shisi zhveshur. Shisi zhveshur. Duke normale ty kjo? U përfolë se J.D. Vance... E ti si zhveshur si Ahmadinejad, Ahmadinejad i vishë kështu. E mba me në Ahmadinejad. Kishte një palto ai. E mba me në Ahmadinejad, ne i dilte kështu. Aja është edhe veshje tradicionale, tynëve ndoshta edhe... Është turp i madh sepse realisht prezanton vendin më të madh në Evropë sot Zelenski. Ukraina është vendi më i madh në Evropë, është 2 fishi i Gjermanisë. Dhe është gjunaq se si kanë këta ndisur ata njerëz. Zelenski tha, J.D. Vance tha se kur J.D. Vance u analizua shumë, u komentua shumë për një tentativ për protagonizëm nga J.D. Vance, sepse kishte pa vetën nën hijen e këshilltarit për siguri kombëtare Mike Waltz dhe gjithashtu Elon Musk. Dhe për këtë arsye u akuzua shumë ai reagim i ashpër J.D. Vance. Unë nuk e di se cilat burime lexon ti, po unë shoh... Po flas për mediat amerikane. Jo, po flet për mediat afër opozitës amerikane. CNN. Që është drejt për drejt media e Bidenit. Është një ndër mediat... E Bidenit edhe të Sorosit. Drejt për drejt aty po shkon. Ky zëvendës presidenti i Amerikës, 3 javë përpara mbajti atë fjalim që mbajti në Mrynie, harrove? Ishte një fjalim... Pra, nuk janë gjëra të rastishme. Dhe gjërat janë të qarta. Nëse do bëjmë aleancë, aleanca është kështu, se ç'a aleancë është ndryshe. Unë vë ushtarët, unë vë parat, unë vë armët dhe ti vjen edhe më bërtet shpiti me mua në zyrën time dhe ja tha, i s'ka ardhur kush në herë këtu, se ka bërë kush në herë këtu që më bëndi. Edhe prandaj i tha Trumpit, nuk ke mundësitit më flasësh më kështu, se s'ke asnjë kartit për të shpezuar, se duhet kem nevojën ty unë që të vita bëj. Dhe ti vjen e më sfidon mu, prandaj ai doli nga ty. Prandaj ai bërtet sot thot jam i gatshëm ta nënshkruaj marrëveshjen. Nuk i vlen më marrëveshja. Ishte i gatshëm edhe në shtëpinë e bardhë. Jo, nuk ishte më i gatshëm, sepse ata për atë që ishte i gatshëm, ai mendoi se do shkonte aty dhe do... Prandaj tha Trumpi, nuk ke asnjë karti për të negociuar me mua. Ai mendonte se do ulej në bisedime dhe do negocionte. Aq më tepër që e pa media. Nëse Zelenski do ishte një njeri serioz, Zelenski do i thoshte, zoti president, nuk kam ardhur këtu të ashtu, faleminderit mediave, do bëjmë një punë shumë mirë. Tani ju lutem zoti president, a mund ta bëjmë pa media pjesën tjetër bashkëbisedimit? Dhe atëherë të garantoj unë se si do shkon tek. Do ziheshin, do shta dhe më keq, po do dilni para kamerët busqeshur, si që ndodhë gjithmonë. Po jo në këtë pikë. Edhe në hyrje të shtëpisë së bardhë. Jo në këtë pikë, se e di që do... E imaginon ti një gjë të tillë të ndodhi presidentit Kinës. Nuk po të them Putinit se kur dalin nga tu e vrasin atë që. Po presidentit Kinës. Ore nuk i ndodh, ore sotni, nuk i ndodh presidentit Afrikës Jugut kjo gjë që ndodhi Trumpit. Milet në Argjentinë nuk i ndodh.